Alda Demi jam, po. Unë këtu jam. Mund vini kur të doni. Tani. Po mirë. Po ju prest. Bërë gabim që i thep vi tani. Nuk je pregatitur. Bile do ishte dashur të flisnje edhe me avokatin. Po pse duhet pregatitem, unë nuk kam në një gjë për të fshehur. Tjetër gabim, bia ime, tjetër gabim. Njeriu gjithnjë ka diçka për të fshehur, sidomos ka shi shtetit. Dhe hetuesi është shteti. Tani jam e detyruar unë të bëj disa pyetje që ai me siguri do të t'i bëj. Pyetja e parë duhet të jetë zonjë. A kisha miq burri juaj, të shohim si do t'i përgjigjesh. Mama, unë nuk jam fëmijë. E kush nuk na pas ka armiq në këtë botë, ha? Keni marrë kërcënime me telefon ose me ndonjë mënyrë tjetër? Kur? Shumë mirë deri këtu. Por ai mund të bëj edhe ndonjë pyetje me spec. Për shembull, si keni pasur marrëdhëniet tuaja bashkëshortore? Kjo është një pyetje harbute dhe pa takt, dhe s'keni të drejtë ndërhyni në drejtime të këtilla. Mund të mos i përgjigjesh, po të duash nuk je detyruar. Jo. Po i përgjigjam pyetjes suaj. Marrëdhënie shumë të mirë. Madje disa çifte na kishin zili. Kjo sepse Iliriani ishte një njeri mrekullueshëm. Përgjigje sakt. Me përjashtim të asaj fjalës së fundit, duhen evituar shprehjet e fryera të egzageruara, hetuesat i kanë veshët shumë të hollë. Le pastaj ku ka burra të mrekullueshëm. Nota e tyre më e lartë është i mirë. Ku i dihet që nxjerr hetimin nesër dhe ti del gënjeshtare? Mama, ti duhet të kesh dëgjuar diçka që nuk do të ma thuash. Unë nuk kam dëgjuar asgjë. Por di diçka që mund të them. Të gjithë burrat janë qener. Edhe burri më i mirë është qen, po qen që nuk le. Ti e bërë prej guri, mama. Ti po mundohesh të ma shkullësh nga zemra liri. A nuk e kupton se kështu pa më vret edhe mu. Erdhi, të lutem, shko ma tanë. E di vetë se kur duhet të dalë. Duhet ta shoh një herë ç'a biçimi është. Hyni. Mirëmbrëma. Jam Artan Fusha nga prokuroria e qytetit. Fani, ndoshta nuk është momenti, por ne ishim në varrim bashkë me shefin edhe mu lut t'ju sjell dhe ngushtimet e tij. Faleminderit. Zonja këtu? Është nëna ime. Më falni, mua më duhet të dal me tanë se kanë mbetur dhe ca ndej. Shili. Më falni se unë nuk i di mirë rregullat, por pardje ishin dy zotrin nga policia këtu. E di zonjë, por në vendin e ngjarjes ata nuk gjetën fakte konkrete për të mbështetur asnjërin nga mendjet e tyre. Kështu që kryetari ynë mendon se duhet thelluar më mirë hetimi. Me lejen tuaj do ta regjistroj bisedën. Bëni si të doni, për mua nuk ka problem. Faleminderit. Atëherë, ç'mendoni juve, kush ishte interesuar që Ilirian Demi të mos urrojë? Të gjithë. Si të gjithë? Gjithë bota. Po pse? Sepse nuk e kuptonin. Jo. Sepse nuk deshin të kuptojnë. Si të qoftë zonjë, kjo përgjigje nuk më ndihmon mua as pak në punën time për të kërkuar vrasjen. Vrasësin? Jo sikur kishit pyetje për të më bërë. Po, ju pyeta nëse kishte apo jo armiq burri juaj. Unë nuk di të ketë patur armiq Iliriani.
Ka mundësi që një biznesmen me kaq aktivitete në marrëdhënie me një mori njerëzish, të kënaqur edhe të pakënaqur të mos ketë armiq? Me sa duket ka mundësi. Të pakënaqur mundet, por armiq nuk di të ketë patur Iliriani. Çudi se nga dokumentet e sekuestruara të firmës Demi, edhe sidomos nga kujtesa e kompjuterit personal të burrit tuaj, ka shenja që ai kishte armiq, midis konkurrentëve, madje edhe të tjerë. Ashtu? E pa atëre veproni, si pas atyre dokumentave dhe shenjave. Unë nuk i njoh ata njerëz dhe nuk mund të flas për njerëz dhe për gjëra që nuk i di. Më falni more fjalë. Por po e teproni. Nuk e shikon se është të tronditur? Gjetët kohën për ta marrë në pyetje. Mama, të lutem. Keni pyetje për të bërë? Ha. Zonjë, jeni në gjendje për të folur? Jo. Po, mund flas. Atëherë vazhdojmë. Ju zonjë mund të qëndroni, por vetëm për të dëgjuar ama. Faleminderit. Faleminderit juve. Keni fëmijë? Jo. Kush përfiton nga vdekja e Ilirian Demit? Nuk e di kush përfiton. Di vetëm kush humbet. Edhe kush humbet? Unë. Pyes për trashëgimin. Unë jam trashëgimtarja. E shpirtit të ti. Zonjë, unë po ju pyes për pasurinë. Edhe unë për pasurinë u përgjigja. Shpirti ishte pasuria e ti më e madhe. Zonjë, ne të dy nuk po kuptohemi. Unë dua të di se kush i trashëgon vlerat e tij materiale, se për Se vlerat ato të tjerat nuk vlen gjë në botën e Zonjë, sotme, lutem, këtë desha të thonit. Unë jam trashëgimtarja. Pra, trashëgimtare e Ilirian Demit jeni vetëm ju. Po, vetëm unë jam trashëgimtarja. Por jo vrasësja e burit tim. Zonjë, këtë nuk e thash. Nuk e thas, por e menduat. Ju lutem. Mama, të lutem. Keni pyetje tjetër? Zonjë, në qoftë se jeni e lodhur mund ta lëm edhe për nesër. Unë nuk jam e lodhur, jam e fyer. Nuk doja që biseda jonë të merrte këtë drejtim, sidomos për shkak të pyetjes së fundit, që është edhe pak delikate. Po shkrepeni edhe atë, shprisni. Keni dieni për ndonjë shkelje në të rast kalbur të burrit tuaj? Dua të them për ndonjë lidhje jo të rregullt. Ju lutem mos u zemroni, jemi përpara një vrasje e nuk duhet përjashtojmë asnjë lloj gërmimi. Kërmoni. Se për të kërmuar jeni të zotët ju, por për të gjetur nuk gjeni gjë. Të lutem, mama. Edhe durimi im ka një kufi, zoti hetues. Zonjë, keq kuptuat. Po sikur ta fshim këtë bisedë dhe lëm për nesër. Jo, natë me mirë. Natë mirë. Sot! Si është e mundur që vjen dhe... Që të presin atë tjerët, kur mua nuk më kupton nëna ime. Që të presin atë tjerët. Askush moj nuk të kupton dhe nuk të do sa unë, askush. Të thash që do ta bëj atë pyetjen dhe ta bëri madje më hapur se unë. Mama, të lutem, më lërat se pa më të shmënd. Ose, nxirri gjitha çfarë ke ku në lirit. Nxirri ose do të t'i them vetë. Unë nuk kam frikë nga e vërteta. Po të merohem nga gënjeshtra që nuk e di se nga i mbleftime ato shoqet e tua. U lutem, të lutem. Qëndro aty, e të kënaqesh në akmarrjen tënde. Të shoja se më tradhtonte. Edhe prapë desha. Edhe prapë dua. Mendja jote nuk e kap dot këtë ndjenjë se ti nuk e di fare se çfarë është pasioni. Ti e akut edhe me babin kështu ke qenë. Edhe tani të lutem largohu prej këtej, largohu se unë nuk dua të turrej, më kupton? Nuk dua të turrej, më dëgjon, nuk dua të turrej. Ju çmende!
Shpante. Kur të vish në vete, eja të kun.